Fillimi i muajit mars shënon edhe largimin e dimrit. Ditët e para do të jenë relativisht të ngrohta. Akil Osmani nga Meteo Alb thotë se ky dimër ka qenë kryesisht i ngrohtë, por nuk përjashtohen edhe ditët që mund të na surprizojnë me disa ndryshime temperaturash, sidomos në muajin prill. Për muajt në vijim, sigurisht që xhupat nuk do të jenë shumë të nevojshëm, por gjithmonë do të kemi një armë rezervë në thojza, pasi nuk përjashtohet që do të kemi ditë të cilat do të kemi temperatura disi të ulta për sa i përket pranverës. Kështu që nuk përjashtohet mundësia e prezentës të një episodi të shkurtër të cilit të sjellë rënje të temperaturave të ajrit, sepse jo shfaqje të flokëve të dëborës në zonat malore. Osmani thotë se vendi ynë do të jetë nën mbizotërimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta në Bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira disi më të shpeshta do të paraqiten në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Pjesa e dytë të ditës do të vijojë me të njëjtat kushte meteorologjike, ku moti i kthjellët dhe vranësirat e lehta do të jenë dominante në të gjithë territorin e vendit. Tutje pra duke filluar nga ora 1 dhe në vijim pritet që të kemi prezente momentet e pakta me pika shiu, ndërsa rreshtet të cilat do të jenë më të konsiderueshme fillojnë pas orës 4:30-5. Pra rreth orës 10 pritet kemi një mot i cili do të jetë kryesisht me vranësira, por nuk priten rreshje. Për sa i përket parametrit të erës, her pas here era do të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi jugor dhe juglindor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzime deri në 2 ball.